Zoti Islami, si mendoni çfarë po bën Greqia poshtë tavolinës kundrejt Shqipërisë, duke qenë se shumë organizata janë shfaqur tashmë qof duke përfshirë edhe shqiptarë brenda tyre, të cilat kanë reaktivizuar atë që quhet Vorjo e Pirë. E bëri Greqia, dërgoi atë eskortistin që ka dërguar Amerika, ambasadoren në Atinë, dërgoi atë këtu me minifunda, ajo na tregoi që kishte shalë të bukura, u puthe u përqafua dhe me kryeministrin shqiptar dhe bënde marrëveshjen për $6 miliardë për të ngrënë drejt e shqiptarëve, pasurinë e shqiptarëve, jashtë sigurisht shoqëri amerikane, fakti shoqëri greke, dhe është Gatojani dhe lobi grek në Amerikë që e komandon çështjen që e udhëheq dhe e drejton dhe e mbështet kërkesën greke në Shqipëri. Patjetër që do ngrihen ato organizatat fashiste në të shkruar Vorjo Pirote, do ngrihet Mavia, do ngrihet, janë shumë dhe me mbështetjen e Edi Ramës do vinë dhe do bëjnë çfarë do qefi atyre. Unë prandaj u bëj thirrje diasporës, shqiptarëve, burrave dhe djemve shqiptarë. Kthehuni se jemi në rrezik, u them dhe një prapë në do në të ketë Shqipëri ndonjëherë. Ndryshe për 30 vjet nuk do ketë më Shqipëri në art. Do ketë një bashkimi, uniteti i racave, kombeve të ndryshme, i hibridëve të ndryshëm që do lindin në do rriten Shqipëri. Zoti Islami, në këtë rast, do arri Greqia që ta marrë detin në atë mënyrë se si po shkojnë gjërat? E ka marrë do të ka marrë, që tani po ta them unë, të marrë e ka. Po se e ka marrë, se s'kemi një marrëveshje që ta kemi parë. Të marrë e ka, po të them. Mos prit marrëveshje ti. Marrëveshje nuk bë, marrëveshja e 2009-s, u rrëzua nga gjykata kushtetuese, çfarë duan më tani, ka shkuar në Evropë. Në cilën Evropë? Në atë Evropë që na ndau në 5 pjesë, apo në atë Evropë që na dënoi në 46-ën për kanalin e Korfuzit, që në fakt e bën vetë anglezët, edhe dënuar Shqipërinë. E ka jo Evropë? Jo, më zotëri, mos përgjë nga Evropa. Evropa të ka dënuar me kohë me vdekje ty. Se je musliman, je shqiptar, nuk e duan as gjuhën, as fen shqiptare. Shikoj që janë jashtë Evropës. Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Turqi, Shqipëri. Këto shtete që kanë kombe dhe popullsi muslimane. Të tërë që janë në Evropë. Për mu, ne kemi sytë hapur. Ore, ne nuk kemi fuqi, po nuk kemi budallej. Hi syve mos na hedhin. Ta din ata, ta djej Gonzato ai, ta dijaj, ta djoj. Zoti Islami, të kalojmë pak në Partinë Socialiste. Ju si e shikoni, çfarë po ndodh konkretisht në vetë Partinë Socialiste? Pse Elisa Spiropali ka rënë heshtje ndryshe nga sa nisi kundrejt Edi Ramës, madje shkoi deri në atë pikë sa i tha më përjashto. Në këtë rast, a ka shkëndija që mund ta rrëzojnë Edi Ramën? Të lutem, ç'a prisni ju nga kjo Spiropalia? Ç'a prisni? Të bëj revolucion brenda Partisë Socialiste. Jo zotëri, komunistët veprojnë si që veprojnë veri me gjithë kundërshtarët e tij në politikë. I vrau. Po, Edi Rama në një intervistë me Nikol Lesin deklaroi se fakti që Elisa Spiropali ka thënë më përjashto, do të thotë që dikush që shpreh një gjë të tillë dhe thotë eja më vrit, do të thotë që më do edhe më shumë. Edi Rama tallë me nderen me ato që thotë. Dhe miru a bën, se qiptarët ai këtu kanë. Po ishte për Elisa Spiropali në këtë rast. Dëgjom këtu. Po është burrë Edi Rama të vit ballafaqohet me mua, të bëj me mua intervistë në tavolinë debat. Po me ty nuk ja del dot, po në këtë rast atëherë mos u lodhni, të tëra këto janë shashka, i bën ato për të thënë që shikon se unë në parti kam demokraci. Ishte rrezik i vërtet Spiropalia për Edi Ramën e totalitetit gjallë ai, harroje. Komunistët të vrasën zotëri. Komunistët të vrasën po u dole përballë. Komunistët për pushtet vrasën babën e tyre. Dhe ka bërë vaki që kanë vrarë në Shkodër për të realizuar vinë e partisë ai Shkodrani në kohën e flokëve të gjata, vrau të birin. E dini që vrau të birin apo se dini? Në 67-ën ai vrau djalin në Shkodrani. Pra komunistët të vrasën për pushtet.
Pik. Në këtë rast, Elisa Spiropali e do edhe më shumë Edi Ramën, ashtu siç u shpreh ai, apo thjesht Edi Rama është duke e më januar? Dora që nuk kafshohet puthet, zotëri. Kjo është politika e Spiropales. Dora që nuk e kafshohet. Pra Spiropali i ka puthur dorën Edi Ramës. Patjetër, një gjë tjetër, të lutem, se duhet jemi të ndershëm dhe për këto që themi. Por jo dhe këto, por për gjitha çka themi duhet jemi të ndershëm. Spiropalin zotëri e mori nga hiqi dhe e bëri dhe në minister të jashtme. Çfarë do të mos Spiropali? Ka që thjesht është. Ai mund të ketë, ai ka borxh gjithkombë shqiptar, po jo Spiropali. Po Spiropali ka ambicien e vet se do të bëhet kryetare e Partisë Socialiste, do të bëhet kryeministre. Pse jo? Le të bëhet, po do të bëhet, po mirë, po e bën të ta bëjnë. Po duhet përmbysë Edi Ramën më parë. Po si ka e borxha saj Edi Rama, Edi Rama na ka borxhe neve, jo asaj. Me atë është rregullaj. Zoti Islami, çfarë po ndodh me dosjen e Belinda Ballukut, ku duket se gjithçka ka rënë në qetësi dhe a mendoni se Edi Rama ka arritur një marrëveshje me Ballukun në këtë rast, apo është duke pritur spakun që të veprojë edhe një herë kundrejt Belinda Ballukut? Ai me Belinda Ballukun i ka mbyllur çështjet me kohë, s'ka si problem. Problemin e kanë shqiptarët me Belinda Ballukun, sipas akuzave që i bën ai, se unë nuk e di sa të vërteta janë. Unë do ta dëgjoja, do ta shikoj çështjen vetëm kur Belinda Balluku mund të shkojë në gjykat, nëse do ta çojë në gjykat. Por në gjykat nuk e çojë sepse kemi thënë dhe herë të tjera, ajo Edi Ramën e ka kastruar, e ka kapur atje ku kapet burri keq, dhe Edi Rama nuk lëviz dot. Dhe Edi Rama ka shkelur ligjit, ka shkelur kushtetutën, ka shkelur statutin e partisë, ka shkelur vendimet e drejtësisë, ligjet e shtetit, vetëm edhe të kuvendit, vetëm që Belinda Balluku të mos shkojë në gjykat. Kështu që nuk ka që bën, mos e diskutoni më problemin e Belinda Ballukut. Balluku do shkojë në gjykat vetëm nëse bëhet një përmbysje e kësaj diktature neokomuniste që ka uzurpuar shtetin shqiptar, dhe të gjithë ata që kanë shkuar që kanë bërë krimin dhe që kanë bërë vjedhje të shkojnë para gjykimit. Vetëm atëherë, tani mos e diskutoni më. Lëni shtrahata të funcak. A mendoni se Belinda Balluku po i bën një formë kashilliku Edi Ramës, sepse e pam që në ceremoninë e lamtumirës Servet Plumbit, pra profesorit Partisë Socialiste, siç është quajtur ndryshe, ajo kishte nga pas gjithë grupin e saj besnik, pra gjithë besnikët e saj, dhe u pas se si i shkonin njëri pas tjetrit pas Belinda Ballukut. Në këtë rast, a mendoni se Balluku po i thotë Edi Ramës, shiko se jam edhe unë këtu që kam këtë grup caktuar deputetësh që mund të të kundërshtojnë? Jo. Edi Rama e di shumë mirë që të gjithë ata që i shkonin pas atje që i pat ju Belinda Ballukut, në momentin që asaj do të hiqet karrika, do ta shoh do bën të me Edi Ramën. Ku kanë shtyllë kurrizore shqiptarë, po ku kanë BSP. Po s'kam ata shoqërojnë Belinda Ballukut se i mban me para tani me bukë, edhe bëjnë detyrimin që kanë karshi saj. Por nëse shikojnë që Belinda Balluku në shet Edi Rama, ata të gjithë do bëjnë me Edi Ramën. Është praktik 80 vjeçare kjo, sot e kësaj dite. Nuk është sotme. Pra harrojnë atë mundësi. Zoti Islami, nga gjithë kjo që analizuam, si e shikoni ecurinë e vetë qeverisjes së kryeministit Edi Rama, kur do të jetë fundi i tij? Kur të zgjohen shqiptarët. Edhe kur do zgjohen shqiptarët? Se di. Kjo varet nga diaspora shqiptare. Apo Edi Rama do t'i kur ta vendos vetë? Ai ka thënë, unë do ikë kur dua unë, ka thënë. Dhe ka thënë, ka deklaruar. Dhe praktikisht atë po bën. Kështu. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë ju falenderoj shumë juve për ftesën. Ju falenderoj që më jepni mundësinë të komunikoj nëpërmjet tyre me qytetarë shqiptar, që me që më keni thënë ju dhe me që kam në re na mbështesin dhe na dëgjojnë dhe i vlerësojnë ato që themi neve. Sa të kemi fuqi, sa të kemi mundësi, sa të kemi dhe shëndetin, ne do vazhdojmë të punojmë, unë të paktën do vazhdoj të punoj në interes të kombit tim. Ju falenderoj sërish.
Kalosh mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.